Infrastruktura zgjedhore po shkon çdo ditë drejt kompletimit për territorin administrativ të Bashkisë së Sarandës. Në KZZ me numër 91, që do të administrojë të gjithë procesin zgjedhor të 11 majit, kryetari i këtij komisioni Elvis Kuci thotë se janë përcaktuar qendrat e votimit, vendodhjet e tyre në përputhje me kërkesat e ligjit, si dhe komisionerët për çdo qendër, numri i përgjithshëm i të cilëve shkon në 364. KZZ-ja jon, numër 91, ka përcaktuar të gjitha qendrat e votimit, cilat janë 52 në Bashkinë Sarandë. Është identifikuar pozicioni i saj nga lista që nga dorëzuar nga bashkia, ka disa ndryshime të vogla. Gjithashtu janë përcaktuar komisionerët për 2 subjekte politike. Total janë 364, se janë 7 për çdo komision. Ditët e fundit është bërë shpallja listave përfundimtare pas korektimit dhe plotësimit të tyre. Qytetarët mund të kërkojnë emrin në listë dhe të verifikojnë ku ndodhen. Nëse kanë aplikacionin e Komisionit Qendror të Votimit, atëherë mund të futen aty me të dhënat e tyre dhe e gjejnë direkt. Për KZZ 91, ky është momenti vendimarrjes për të përcaktuar koordinatorin, që është një i tillë për çdo 3 qendra votimi. Në këtë moment që flasim, nga ana e KZZ-s është duke u saktuar koordinatori, i cili për çdo vendosje të komisioneve, domethënë nëse në një objekt ka 2-3 komisione, duhet të jetë një koordinator për çdo subjekt, që në total shkojnë tek 30 në bazë të vendodhjeve. Për pak ditë pritet që KZZ të lërë Selin, ku është punuar deri sot për të operuar në vijim në mjedisin e përcaktuar si qendër ku do të bëhet numërimi votave.